vendi ku t'jepet hapësira dhe mundësia me shpreh çdo gjë që ti ndjen brenda vetes. Të gjithë mendojnë që të shkruash duhesh t'ulesh një karrige edhe t'i lësh të gjitha punët pezull edhe të krijosh edhe të shkruash. Andaj lind pyetja gjithmonë se ku merret koha. Me qenë poet edhe me kriju asnjëherë nuk duhet kohë e përshtatshme. Momentin që ti ulesh, je i rehatur, ndihesh mirë, ndihesh i lumtur, nuk mund të krijosh. Krijimtaria nuk vjen prej jetës ose prej komoditetit. Krijimtaria gjithmonë vjen prej asaj që neve na preokupon diçka, na brengos diçka, një ngjarje diku, ngjarja në Kosovë, ngjarja tek të rinjit e shumë çka tjetër. Let nuk është as pak, sidomos në këtë kohë ku po na rrethojnë shumë poetë të cilët janë të varur edhe prej aplikacioneve artificiale, ku kjo të bën që ti në sy të dikujt, pasi që edhe një poezi, pasi që e kom postu para 2 ditë nëse s'gaboj, e kom pas një koment të tillë që poezia është e bukur nëse është e jotja. Këtu lind gjithmonë ajo që edhe tek të tjerët është shfaq ai dyshimi se cilët janë poetët e vërtetë, cilët janë duke krijuar dhe duke shkruar prej shpirtit. Kush është ai që është tu bazu në ngjarjet sotit, në kohën e sotit. E për pyetjen që sa është e vështirë me ju përshtat kohës, nuk është as pak e vështirë, pasi që asgjë mirë, ose ndoshta unë e shoh me syrin kritik rrjedhshmërinë e kohës tashme, si funksionon prej të lartëve deri në personat ndoshta më të thjeshtë. Kur unë e kam syrin kritik ndaj popullit tonë, ndaj lexuesve, ndaj asaj që ne nuk po zhvillohemi intelektualisht, ku nganjëherë më jepet ajo përshtypja që kemi filluar të bëhemi intelektual tram shumica e njerëzve, gjithmonë e them thojza jo duke përfshirë të gjithë, nuk është as pak të lehtë me ju përshtat kohës, por meqense se unë jam një krijuese që gjithmonë i përshtatem kohës, poezia është gjithçka. Poezia është letra ose është vendi ku t'jepet hapësira dhe mundësia me shpreh çdo gjë që ti ndjen brenda vetes tënde. Ne si njerëz nuk mund asnjëherë të gjejmë një mik, një shoqe ose dikë që mund t'ja hapim zemrën deri në atë mënyrë që ti një ditë nuk do t'jesh i kritikuar, nuk do t'jesh i gjykuar, ose nuk do t'i biesh pishmon për atë çka e ke thënë. Poezia është një diçka që ta jep një hapësirë që ti të shprehësh çdo gjë që ndjen brenda vetes. Qoftë dashuri, qoftë mërzi, brengosje për rrethana ose situata të ndryshme e shumë çka tjetër. Kështu që mendoj që ajo është komoditeti im, rehatia jeme brenda sajna, por dhe mbi të gjitha është dashuria ndoshta më e madhja imja.